Po ç'kafe është me dhumë qumësht si e pi bllah. Si e pi? Ja do më shikosh në fund të video se si e pi kafen, me shumë qumësht, me pak qumësht, pa qumësht, me sheqer, pa sheqer. Problemi jot ku qëndron, i dashur komentues apo e dashur komentuese? Se si e pi çdo njeri kafen e vet, është diçka personale, të cilën nuk e pse t'ja bësh ti as blaha bluha blich. Nuk e fare pse të komentosh në mënyrë të tillë. Siç mund ta pish ti pa sheqer fare të hidhur, t'ja bëj dhe un blah, nuk e pi dot, ose pa qumësht, t'ja bëj dhe un blah, nuk ja bëj. Thjesht të respektoj se si e pi ti kafen, siç duhet të respektosh edhe ti njerëzit e tjerë, si e pin kafen, si e han bukën, si zgjohen në mëngjes, si flen në darkë, çdo gjë është diçka personale që nuk e pse të komentosh në këtë mënyrë. Të kalosh një ditë të bukur edhe me më pak blah.